Heshtje, përqendrim dhe ndoshta pak nervozizëm. Kjo mbizotronte sot në shkollat e vendit, por edhe në amfiteatro të fakulteteve ku nxënësit u nënshtruan provimit të parë nga 2 provimet eksterne, gjuhë të huaj, matematikë ose histori, në varësi se çfarë kanë zgjedhur. Për të parë se si po ecte procesi në hapësirat e Fakultetit Ekonomik në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, shkuan ministra e Arsimit Vesna Janevska dhe drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve Daniela Mihajlovska. Денес учениците кои што завршуваат 4-та година полагаат испити на крајот од средно образование и го полагаат првиот екстерен изборен испит во зависност од тоа кој ученик што избрал и за кој вид на матура се определил. Од оваа година новина е полагање на 3 различни видови на матура, а тоа е државна стручна, државна уметничка матура и државна матура. Thuaj se të gjitha amfiteatrot dhe hapësirat e mëdha të universiteteve publike të vendit po shfrytëzohen për maturën shtetërore, e kjo për një arsye, që nxënësit të kopjojnë sa më pak. Минатогодишното искуство покажа дека полагањето во големи простори, како што се амфитеатрите на универзитетите, дава подобро резултати, односно се намалија оние несакани действија кои одреден број на ученици се обидоа да ги искористат. На сите им пожелувам успешно да ја положат матурата и да ја добијат заслужената оценка. Gjithsej 14.585 maturant janë paraqitur për dhënien e provimeve. Këto provime janë kusht për vazhdimin në universitete ose për përfshirjen në tregun e punës. Për zhvillimin e pandërprerë dhe të rregullt të maturës janë angazhuar rreth 2500 testatorë dhe 200 vëzhgues. Rezultatet do të publikohen më së voni një muaj pas nënshtrimit të provimit të dytë ekstern. E provimi i dytë ekstern në gjuhën anëtare do të zhvillohet më 11 dhe 12 qershor.